në e sjell në materialin e vazhdim. Njëzet e 1 marsi shënon ditën ndërkombëtare të personave me sindromën Down. Një ditë që na kujton rëndësinë e gjithëpërfshirjes dhe vlerësimit të çdo individi përtej kufijeve që shoqëria shpesh vendos. Në Prizren, 27 vjeçarja me sindromën Down, Dalore Likaj, po dëshmon çdo ditë se aftësia nuk përcaktohet nga një diagnozë, por nga përkushtimi dhe dëshira për të qenë pjesë aktive e shoqërisë. Ajo punon si ndihmëse në një banatore, duke dhuruar jo vetëm ndihmë profesionale, por edhe një energji të veçantë që e bën vendin e saj të punës më të ngrohtë. Unë qona prej orës 6, dhe sa bona gati. Tani, unë jam të majtë Ramazanen, jam menushëm. Unë vi në punë me regull, e vishe mantilen, klampat, edhe në te duhet të janë njësë punës. Unë që 6 vite jam të punu, në banatore, edhe për një vetën shumë të lumëtër. Ma shumë të më ka pëlqy vetë për me bo, gjithë ka shka bëj vetë, është puna jame. Për shembull, unë nditi banat, njës letra, stikerat, është në për vena duar, kokon, të shto. Mas punës, direkt në qendër shkoj, punaj atje, e kry qendrën, shkoj në shpe. Ëndrat e saj janë të mëdha dhe çdo ditë ajo ja afrohet atyre duke u marrë me plot gjëra, energji, pasion dhe vendosmëri. Kështu e ndërton rrugën e saj drejt suksesit. Ma shumë të shkruaj, prektoraj, ngjyrose, gjithçka që është në jetën time. Unë marrën si më konë në asistente e doktorit. Unë që 6 vite jam qëto, tash jam pak bash lirë, jam të punu alta ma shumë, për di dosena tjera. Në ditën ndërkombëtare të personave me sindromën Down, historia e saj na kujton se gjithëpërfshirja nuk është një akt bamirësie, por një e drejtë që i jep kuptim dhe vlerë çdo individi. Jam në studio për të mirëpritur